Banorët e fshatit Luzë në Fushkruj kanë dalë për të disatën erë në protest për gjendjen skandaloze të rrugës. Mëngjesin e kësaj tjejnë ata kanë bllokuar rrugën për rreth një orë duke bllokuar 10 trajlera e mjetet të tjera, të cilat kalojnë në këtë aks rrugor. Ata shprehin se edhe pse është disata erë që protestojnë, asnjë reagim nuk ka patur nga ana e strukturave shtetërore në lidhje me këtë çështje. Kam kërkesën për këtë rrugën, kena bërë disa herë ankesë për me shtru, ta nuk pyesin fare. Ta në kalon mazdore, se që halli kanë këta nuk di gjo. Ne do në të rrugat të rregullohet si kur ka qema për para. Ose do blokojnë kamionët. Si kamionët këtë ngurore të vinë për Laçi, dëm Kruj kalojnë qitu kamionët. Kurse rruga s'ashtu fare, është fabrikët tullëve, janë 2 fabrikët që çementës kalojnë qitu. Asnjë lloj reagimi nuk bëhet. Se ka ç'a bën nuk di gjo. As bashkia, as Adam Tiranë. Tu do të blokojmë rrugën dërsa të vdesim. U bë disa herë që u dilni. Po, kalamajt e shkollës këtu nuk kanë ku kalojnë. As ke kopshte, as shtëpi, as kërkuni mbot. I parlemrem që kena për ta bllokuar në radhë natën. Vojë 6 herë që ne dalim, përgjigje pas nuk më marrin fare. Protestat do vazhdojnë derisa të marrin një përgjigje. A ekziston ky shtet, a nuk ekziston? Se kuptoj, se marr vesh. Dum rrugë, u ka bërë rruga për çut zotit. Nuk ai ke pa makinat. Kemi mall me çum servis. Kaq vetëm thjesht rrugën, s'ka lidhje punë politike fare. Në mbështetje të banorëve të fshatit Luzë ka shkuar edhe aktivisti Aulon Kalaja. Kemi sot me banorët e Luzit për protestën e radhës, është bllokuar rruga. Kemi marrë vesh që kjo rrugë është rrugë e tipit D. Dhe pa diskutim ne kërkojmë menjëherë paktën 4 gjëra. Së pari, kjo rrugë nuk është projektuar për një fluks industrial prej 2000 trailerësh në ditë, sa që kalojnë këtu, sepse i gjithë ndërtimi i Shqipërisë kalon në këtë rrugë dhe banorët e kësaj zone e vujnë. Së dyti, struktura aktuale nuk përputhet me kërkesat teknike për këtë nivel ngarkese. Së treti, vazhdimi i këtij përdorimi krijon rrezik të drejtpërdrejtë për jetën, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Djathtë Tasmeja shkolla, këtu kalojnë fëmijë çdo ditë. Çdo zgjidhje që nuk adreson mospërputhjen strukturore thelbësore përbën zgjidhje të përkohshme teknikisht të papranueshme. Banorët e Luzit do të firmosin një peticion ku kërkojnë nga RRSH informacion se kujt i përket kjo rrugë dhe kur do të fillojë rikonstruksioni i saj. Pasi premtimet gjatë fushatës elektorale kanë qenë të vazhdueshme, por deri tani qeveria nuk e ka mbajtur fjalën. Banorët shprehen se do t'i vijojnë protestat dhe bashkë me to do të dalin edhe fëmijët e shkollave, duke bojkotuar procesin mësimor.